Mbrëmjen e së premtes në lagje numër 4 të Sarandës, qyteti bregdetar u trondit nga një atentat me armëzjarri. Rreth orës 21:20, dy persona të maskuar që lëviznin me motorciklet ju ofruan biznesit të Thimi Rubatit dhe hapën zjarr drejt tij, duke shkrepur rreth 9 herë me një pistolet kalibri 9 mm. Rubati, 50 vjeç, i njohur dhe me Nofkën Sandri, u godit 3 herë. Ai u dërgua fillimisht në spitalin e Sarandës, ku mori ndihmën e parë mjekësore, por më pas u transportua drejt Janinës në Greqi për trajtim të specializuar për shkak të gjendjes së rëndë. Autorët e sulmit u larguan me shpejtësi drejt zonës i quajtur Baba Rexhepi, ku sipas policisë kanë humbur gjurmët. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që ata të jenë zhdukur më pas me anë të një mjeti lundrues. Emri Thimi Rubatit nuk është i panjohur për drejtësinë. Ai ka pasur në të shkuarën në akuza për trafik të miturash dhe rrëmbim personi, ndërsa vitet e fundit ka vuajtur dënim dhe në Greqinë fqinje. Fillimisht vëmendja e grupit hetues u përqendrua tek një ngjarje e ndodhur natën paraprirëse, ku djali i Rubatit dyshohet se ka dhunuar një oficer policie, por burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se kjo pistë tashmë konsiderohet dytësore, ndoshta e përdorur qëllimisht për të devijuar vëmendjen. Aktualisht hetimi po përqendrohet në drejtime të tjera, konflikte të vjetra pronësie, çështje falsifikimi dokumentash dhe të ashtu quajturat larje hesapesh nga e kaluara e rrethët plagosurit. Deri në këtë moment, autorët e atentatit mbeten të pa identifikuar dhe në kërkim, ndërsa policia e Sarandës ka intensifikuar kontrollet në të gjithë zonën bregdetare. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket plagosjes që ndodhi në Sarandë. Duhet thënë që Saranda realisht që prej vitit kaluar dhe këtë vit ka qenë në vëmendje të disa përplasjeve, vrasjeve, incidenteve, atentateve të ndryshme që kanë ndodhur dhe ne do përpiqemi të kuptojmë pak më shumë në raport me këtë qytet misterioz për sa i përket krimit. Sonte në studion kam ftuar avokat Leonard Karajin. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit. Si dhe kolegun Basir Çollaku. Faleminderit. Çollaku, Thimi Rubati, 50 vjeç, mbeti le të themi i plagosur, i shpoj këtij atentati, autorët ende nuk janë gjetur. Çfarë ishte ky atentat në sezon veror? Saranda është kthyer le të themi në një target le të themi se investime, turizmi, një zonë e lagmuar për shumë le të themi si përmarrje dhe jo. Por autorët e drejta nisëm të dyshuarit le të themi që kishte rekorde të mëhershme penale, dënuar me burgim, isa poliruar nga burgu në Greqi, biri dhe një përpjekje për një konflikt me një oficer policie. Unë mendoj se janë zgjuar le të themi edhe ngjarjet e vjetra, sepse dënime pas dënimesh dhe vepra pas vepresh, ato kanë edhe palët e tjera, nuk është vetëm një individ. Dhe çmoj se me rikthimin e tij në Sarandë, palët e mëhershme, si hipoteza dhe si variante le të themi të mundshme të një përplasje, është e vështirë të vëzhgishin të secila prej tyre, se çdo njëra mund të ketë prodhuar një reagim që ka sjellë pastaj edhe përpjekjen për ta vrarë, një përpjekje e mundshme të një atentati, dhe ai fërkimi policor mund të ketë shërbyer edhe për një shmangje të një devijim vëmendje për qëndrimi. Po, edhe kjo njëra nga pistat është faktikisht. Për te kësaj është edhe kjo që ne jemi përsëritur, ndoshta bezdit duke e thonë, por si nënë e dijes dhe babai mërzitesh është përsëritja, parandalimi dhe mbikëqyrja e kontingjentëve kriminal, ku besoj se renditet dhe i dyshuari aktual, qoftë edhe si shënjestër, por edhe si autor veprash të mëhershme penale, autor veprash të rënda. Kujtojmë që ishte për rëmbime të mitësh, rëmbime të një të mitur 16 vjeçare, këto janë vepra të rënda të cilat nuk harrohen. Kushdo qoftë para tjetër, janë burime të mundshme të një rikthimi të një ngjarje të kësaj natyre, për një hakmarrje, për një le të themi larje hesapesh mes palëve. Kështu që ai parandalimi i kontingjentit dhe policia, po ajo që ka mbetur nga policia, le të themi, se aty ka shumë histori. Tani Saranda është edhe, do thoya është një lloj meke investimesh. Duke parë lejet e shumta që jepen atyre që janë burg dhe atyre që janë jashtë, të gjithë marrin leje, pavarësisht ku janë. Je 313, jenë burg Greqi, jenë burg e shtetit. Ti ke aksesin e mundshëm të AZT edhe shefi i AZT-s, dhe janë firmosur edhe në kuvendin e fundit, mbledhjen e fundit të qeverisë leje investimesh të shumta, sigurisht milion dollarësh, dhe duke problemet e pronave kanë qenë vërtet edhe ato jo të pakta që kanë prodhuar ato konflikte serioze. Dhe gjithkund ku të shkelësh, është bien mina si thënë.
Pra mund të jetë një mundësi që mund të prodhojë një atentat. Në fakt mund të prodhojë ngjarje. Autorët dyshohen që në një moment caktuar kanë shkuar me motocikletë deri në far vendi, motocikleta ende nuk është gjetur, por dyshohet se janë larguar me skallë, domethënë hapësirë e lirë aty ndet. Tani ne e dim që policia ka shpallur zonë të mbrojtur personat kërkim. Fatkeqësisht. Dhe kemi vatra ju të pakta në Durrës, në Sarandë, në këtë periudhë moti të nxehtë në zonën bregdetare, ku unë besoj që shumë personat kërkuar janë duke relaksuar aty dhe policia mund të ketë krijuar një kordon sigurie për ta dhe jo një kordon gjyqëtie për ta. Me e qartë. Kështu që zhvillimet do duhet të presim. Avokat, sa e kontrollueshme është faktikisht Saranda nga krimi organizuar përtej kësaj fasadës një qytet investimesh, një qytet turistik? Po tani, nuk di të them se nuk jam ekspert i policisë shtetit apo i spionazhit, po teorikisht duket sikur Saranda po prodhon ngjarje si rrallë ndonjëherë, aq sa të bën gajle që ti thuash domethënë mos është Saranda djepi ose kryeqyteti i krimit në jug. Në qoftë se akademinë e krimit e kemi pasur dhe besoj se do jetë akoma në Fieri, por aty nuk do thasë gjë pa ditur diçka ata që duhet të ndodhin diçka. Dhe në qoftë se në veri kemi pasur Shkodrën si epiqendër, si kryeqytet, duket sikur Saranda tani ka marrë vendin e parë. Basiri të ceku pak dhe kam dakord me atë pjesë të më që aty duke qenë se ka një bum të madh ndërtimi, një para e pallogaritshme, sigurisht që pastaj do ketë edhe botën e ndeshme kriminale dhe këto ngjarje të mua nuk është të më bëj shumë përshtypje. Pra nëse ka një nga ato aksioma që unë nuk e ushqeje, por që ka thënë zoti kryeminist, këta hëngshi kokat e tyre, kjo është një nga ato raste tipike ku duhet të thuash, okay, këtu ka drejt në këtë pikë, pavarësisht se e thënë nga unë apo nga Basiri, na vlen, e thënë nga kryeministri, i cili duhet të ruaj si ata që janë nuk kryejnë vepra penale dhe ata që kryejnë vepra penale, sa janë një lloj. Kjo nuk shkon pastaj mbrapa. Ajo që më bën mua përshtypjen në gjithë historia është fakti domethënë që këta, le të themi, nuk po them kriminalë, por këta njerëzit e botës së krimit, të cilët merren për vite të tëra me kësi lloj problematikash, me vepra penale dhe personin fjalë ka pasur me dyzinë të tilla, çuditërisht ka një problematik që lidhet me mendsinë e tyre si personazhe. Pra, ti ke krijuar një botë të nëndeshme për teje për vite me radhë dhe edhe kur tenton domethënë që ti kthehesh jetës normale, shkon dhe e bën tenton ta bësh këtë gjë pikërisht aty ku ke bërë zullumet më të mëdha. Pra këta janë njerëz të cilët nuk tentojnë as të ikin nga vetëmi nga vetë ngjarja që kanë vetë krijuar aty. Autorin veten e krimit. Aty. Pra këta duket sikur ose duan domethënë kanë një lloj mendësie budallek i them unë, janë ose duan të domethënë ti tregojnë shtetit domethënë që mos më bëj gonfare për ju se unë këtu do vi të jetoj prap. Ose s'di të bëj punë tjetër. Po atë njëjtin punë mund ta bëjnë në Shkodër o burr, dhe jashtë shtetit. Ai me krim është marrë, me drogë, me gjëra të jashtëligjshme është marrë. Ka një lloj mendësie që duan pikërisht aty të duken tek ajo. Dhe ti aty teorikisht bëhesh depreja asaj që ti ke krijuar ndër vite. Pra ti je le të themi një lloj shinjestre e thjesht për ata që ke Basiri tha ka pasur probleme me të mirë, ka pas përdhunim. Ai është akuzuar dhe dënuar për përdhunim të miturish. Pra vepër shumë era, nuk besoj se ta harron njeri përdhunimin në këtë botë. Tani, thënë këtë, të bësh shumë çudi fakti domethënë që njerëz të tillë teorikisht janë shumë herë lehtësisht mendoj, pastaj këtu pastaj po futem në teknikalitet, për tu ndjekur, për tu, le të themi, unë nuk po më them spionuar, po kjo spionimi nuk do të marrë në konotacion negativ nga ana e policisë së shtetit, me qëllim që nëse është e mundur, gjithmonë nëse është e mundur, se këtu nuk duhet të rresh paralele me gjithçka, të parandalohen situata të tilla. Pra ky person ku gjithë Saranda e njihte dhe e njeh dhe është i skeduar në policinë e Sarandës, do duhet të ishte në vëzhgim të vazhdueshëm nga ana e policisë së Sarandës, se këtu nuk është problemi i asaj që ka ndodhur tia. Është problemi atyre që kanë bërë këtë. Sepse ti ke krijuar një kontingjent tjetër. Ka precedent, të vrasësh. Pastaj historia aty, domethënë po si kape, nuk arritet dot as barash me 24, 48 apo 72 orëve. Ciao, jemi në dobrat që i them unë. I qartë e vështirë ndoshta edhe ti kapësh nëse je larguar nëpërmjet detit. Mirë, në shkurtimisht u ndalëm tek kjo çështje, duke qenë se ishte një plagosje, shpresojmë shumë që
autorët të vjen përpara përgjegjësisë sepse ishin 2 persona të maskuar me motor që arrin të arratisen dhe që sigurisht këta që kryen një vepër të tillë nuk e kanë fare të vështirë të kryejnë dhe një tjetër ndoshta me pasoja më fatale.